Bashkia Kuçov ka nisur vlerësimin e dëmeve në fshatrat e prekura nga përmbytjet e ditëve të fundit, që prej ditës së martë në drejtimin e kryebashkiakut Kreshnik Hajdari janë ngritur 4 grupe pune për verifikimin e dëmeve në fshatrat Ferras, Salc Kozar, Avelas, Geg dhe Vlashnuk, si dhe në fshatrat e njësisë administrative Kozar. Gjithashtu, një grup i posaçëm pune po ushtron verifikime në fshatrat Tapi dhe rreth Tapi në njësinë administrative Perondi. Si pasojë e përmbytjeve, rreth 200 familje janë prekur, kryesisht në sektorin e bujqësisë, blegtorisë, si dhe në orëndit shtëpiake. Grupet e punës po kryejnë vlerësimin e dëmeve dermëder për të dokumentuar sakt pasojat e shkaktuara. Lidhur me këtë situatë është shprehur drejtori i zhvillimit rural Bashkia Kuçov, zoti Nazmi Suli, ndërsa fermeri Llambi Toli shprehet për dëmet aktuale, duke pritur grupin e verifikimit. Nga përmbytjet që u bën në Bashkinë Kuçov, si rezultat i daljes së lumit Devoll dhe Osum, na janë shkaktuar shumë dëme në disa fshatra. Kryesisht dëmi më të madh e ka Salc Kozarja dhe Ferras. Por kanë edhe fshatrat të tjera të njësisë Perondi, siç është Fema Partizani, Tapia, si dhe Kozarja, Vlashuku dhe Frashi dhe Gega. Menjëherë, mbas duke parë gjendjen që shumë të përballueshme nga vetë fermerët, këtu gjatë datës 10 dhe 11 janar kanë ardhur edhe 3 ministra të qeverisë Rama, ministri i bujqësisë, ministri i mbrojtjes, si dhe ministri i pushtetit vendor. Njëkohësisht edhe prania e bashkisë gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë në prezent te fermerët dhe bashkë me fermerët, për t'i ndihmuar sadopak me mjete dhe me fuqi punëtore. Aktualisht, fill mbas 2 ditëve të përmbytjes, domethënë duke filluar nga dita e hënë, Bashkia, kryetari i bashkisë, Kreshnik Hajdari, ka ngritur 4 grupe për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet. Ne në këtë moment jemi grupi që unë e përfaqësoj, jemi në Salc Kozare, në vendi ku shkaktua shumë përmbytje dhe është më e përmbytura nga gjithë fshatrat e tjera. Pasi ky fshat merret vetëm me kultivimin, kryesisht me kultivimin e serave. Në këtë fshat janë dëmtuar 20 hektar sera. Deri tani komisioni ka vlerësuar rreth 52 familje me sera, rreth 17 hektar, po vazhdojmë punën sot për të mbaruar vlerësimin në terren. Dhe pastaj do bëjmë nesër apo në ditën e vazhdim, do bëjmë përpilimin e të gjithë të dhenave në terreni për të bërë materialin duke ja çuar emergjencave civile, Ministrisë Bujqësisë, Prefekturës, Qarkut dhe Drejtorisë Rajonale në Korçë të bujqësisë. A ka familje të dëmtuara aktualisht në këto zona që ju përmendët? Po, jo vetëm dëmet janë në kulturat në sera apo kulturat të tjera, por në këtë fshat ndodhin përmbytje edhe në shtëpiat, në rreth 7 familje, vetëm në Salc Kozare, dhe 1 familje në rreth Tapi. Menjëherë atë ditë këto u evakuan. Është grupi tjetër i punës që po merret me vlerësimin e këtyre dëmeve me orëditë e shtëpive, si dhe me bazën ushqimore të blegtorisë. Kemi shumë familje, shumë të dëmtuara në baza ushqimore, kryesisht në Jonxh, Zajret e Dimrit, në Misër, në Hime, e të tëra me radhë. Edhe këto janë verifikuar një për një dhe do të pasqyrohen në vlerësimin tonë. Theksoj edhe një herë se grupet e punës janë në terren dhe me përgjegjësi shumë të madhe, duke vlerësuar realitetin në çdo familje, në çdo kulturë, sepse serat aktualisht kanë dëme në fazën e parë sa janë mbjell, një pjesë e vogël, disa e kanë përgatitur për të mbjell dhe pjesa më dërmuese kanë qenë kultura sidomos domatja, kastraveci, lakra kok, kanë qenë në fazën e prodhimit të fillimit prodhimit. Domethënë është dëmtuar totalisht prodhimi i tyre për të shitur në tregë. Faleminderit. Si dihet, unë kam 2 dylym. Lakër sallat, ajo dihet nga përmbytja që është bërë dëmja shumë i madh, edhe nuk e dim tani. Deri dhe grupi i vlerësimit
nga Kuçova, i të bashkisë Kuçovës, edhe të shohim tani presim nga qeveria, po na dëm shpërbleu mirë. A keni pas mbështetje nga Bashkia e Kuçovës? Po, kemi pasur mbështetje nga Bashkia e Kuçovës, kanë ardhur, edhe kur ishte prezenca e ujit shumë e madhe, ishim. Kjo është një mbështetje për fermerin? Po patjetër, themur.